Këngëtari i njohur Gjesti nuk është se po tregohet dhe aq aktiv në rrjetet sociale, ndonse numri i ndjekësve dukshëm i është rritur ditëve të fundit. Një tjetër detaj ka rënë në sy këto ditë. Mes pak emrave që Gjesti ndjek në Instagram është dhe faqja Gjesti Legend, e cila her pas here publikon video të momenteve të ndryshme të këngëtarit gjatë qëndrimit të tij si banor në shtëpinë të famshme në Shqipëri. Dhe sigurisht pjesë e këtij rrugtimi ishte edhe Egli Tako, me të cilën ai nisi një romancë derisa ishte aty. Fansat këtë veprime kanë marrë si një sinjal që Gjestit po i mungojnë momentet me këngëtaren shqiptare dhe në këtë formë po i kujtojnë disa skena me të. Se a ka mundësi që dysha të rikthehen përsëri në krahët e njëri tjetrit, vetëm koha do të zbulojë të vërtetën. Nga ana tjetër, ne duhet të kujtojmë se Gjesti ka lënë pas probleme me drejtësinë dhe sidomos ai po merr veten pas tragjedisë që ndodhi me vëllain e tij. Ndërsa Egli nga ana tjetër po vazhdon karrierën e saj profesionale në fushën e modelimit.